Në kuadër të investimeve që po bën Keci në rrjetin distributiv, aktualisht është duke bërë revizionimin e të gjitha linjave 10 kV, përkatësisht e linjave të tensionit të mesëm për largpërquesve anë kënd territorit të vendit. Kjo po bëhet për të rritur sigurinë e furnizimit. Çka kupton siguria e furnizimit? Në rast të kushteve të rënduara atmosferike, për shembull, pra të faktorëve ekstern, po kena ndikim të jashtëzakonshëm dhe po kena prishje të vazhdueshme. Ndërsa revizionimi që bëhet në baza vjetore bëhet domethënë kontrollimi a është gjithçka në rregull me linja apo s'është, dhe nëse diçka del që nuk është në rregull, atëherë intervenohet më një herë dhe hym në sidomos në temperatura më ekstreme që janë përkatësisht gjatë dimrit kur kemi edhe era të forta apo stuhi të ndryshme, hym shumë të përgatitur dhe kemi shumë pak ndalesa si pasojë e faktorëve ekstern, përkatësisht kushteve atmosferike. Ky ka nis tash dhe do të vazhdoj gjatë gjithë muajit gusht, domethënë kemi bërë përgatitjet maksimale, kemi bërë edhe ekipe shtesë, ekipe profesionale, kanë ardhur edhe ekipe nga Turqia, do të thotë po flasim për një përgatitje maksimale, me necesitet maksimal që konsumatorët të përfitojnë sa më shumë. Gjatë kësaj periudhe vlen të theksohet që do të ketë ndalesa të energjisë elektrike në linjat ku intervenohet. Ato ndalesa zgjaten zakonisht 4 orë. Për çka kërkojmë edhe mirëkuptimin e konsumatorëve, mirë po në fund kjo po bëhet pikërisht që të përfitojnë konsumatorët, përfitojnë shërbime më cilësore dhe shërbime më të sigurta, pra të kenë furnizim më stabil me energji elektrike.